Ku është kjo vengu? Ja, a e dini ju që në 2 shtetet NATO-s nuk shkel ministri juj? Që grija i ky shkronte drejtori arkivit se Piero Vengu është, kur akuzova për dezertor, është çam, ortodoks çam. Ajo është zagoriot edhe nuk duhet gënjesh. Për ti minut. Është zagoriot, ka marrë shtetësi greke dhe duhet i përgjigjet shtetësisë. Jo tik. Po që se merr shtetësinë Do vazhdoni 2 minuta nga zoti Bylykbashi? Zoti Berisha. Pesë kërkoj. 2 minuta nga zoti Bylykbashi. Si përfundim, u bëj thirrje shqiptarëve të marrin në dorë çështjen e votës tyre. Ju garantoj se do bëjmë çdo gjë për të përmbysur këtë regjim, rikthye votë e lirë shqiptarëve, se ju kur nuk fitoni zgjedhjet, në qoftë se nuk organizonit 4.553 ngjarje, aktivitete, se ju kur nuk fitoni zgjedhjet, në qoftë se nuk do të falnit 2 miliard gjoba dhe kamata, se ju kur nuk fitoni do të zgjedhje, në qoftë se nuk do t'jepnit 760.000 pensionistëve 100 euro për vot, se ju kur nuk fitoni do të zgjedhje, në qoftë se nuk do të angazhoni kartelet e drogës të pojave dhe shtërpojave, se ju kur nuk do të fitoni do të zgjedhjet. Kur nuk do të fitoni do të zgjedhjet, po fitoria do ishte e Partisë Demokratike, në qoftë se nuk do shndronit administratën në falangat krimit elektoral, në qoftë se nuk do të shtonin shtetit në shtet elektoral. Jeni të humurit e mdhej, dhe ne do të nxjerrim nga pushteti me çdo mënyrë. Partia Demokratike do rikthej votë e lirë. Zoti Ardit Bido ka kërkuar fjalën për replikë. Doktor, e para e kuptoj që kur përmendi kë si çam ortodoks mund ta kesh problem, mbi thelbin do të flas pak më vonë, por sot ai që është thelbi thelbeve në fjalën tuaj ka të bëjë me kujt duhet i shërbejmë. Duhet i shërbejmë Shqipërisë apo shtetësisë së dytë apo tretë që kemi. Dhe kjo ka të bëjë me këtë raport. Sepse në këtë rast ju keni pasur humbjen më të tmerrshme të emigrantët, veçanërisht në Greqi, sepse vendosët që të shkonit atje, të flisnit nën flamurin grek, me hymnin grek, dhe me një person që shteti greke ka akuzuar si të ishte pjesë e organizatës Mavi që ka vrarë 2 ushtarë shqiptar. E me qënë se këto dita i ka dalë sërish, unë sot të shoh në sy e të sfidoj, për ligj e për kanun, për ade e për flamur, qohu dhe kërkon ndjes ndaj shqiptarve, veçanërisht ndaj shqiptarve të çamërisë, të cilët për herë të disajt nga përzgjedhjet tuaja personale u akuzuan si të ishin bashkëpunëtor të nazizmit. Keni sjell për 3 mandate rresht në këtë kuvend me pateric njerëz që s'kan asnjë vot. Keni mbështetur njerëz të cilët cënojnë integritetin territorial të këtij vendi. Prandaj të shoh në sy dhe të sfidoj, çohu dhe kërkon ndjes. Fjalën e ka zoti Tauland Balla. 10 minuta. Spari, më lejoni t'i uroj gëzuar festën e Partisë Demokratike, 35 vjetor i rëndësishëm i një prej forcave më të rëndësishme
politike në tranzicionin shqiptar, e më vjen shumë keq që ky 35 vjetor ju gjen edhe në rezultatin më të dobët historik të partisë tuaj. Më i dobët se edhe në vitin 1997, më i dobti se në të gjitha betejat që ju drejtoi Luli, edhe pse u desh të bashkoheshit rrugës edhe me atë që kishte mbetur nga lëvizja socialiste për integrim. E vërteta është që në zgjedhjet e 11 majit 2025 nuk është faji ynë që nuk ju votuan shqiptarët, por e mira është që për herë të parë pas gjithë këtyre humbjeve ta shikoni problemin tek vetja. Kolegu që foli këtu përmendi rezultatin e zgjedhjeve në diasporë. Po mirë, në Shqipëri, sipas jush, pas ka ndikuar shteti, pushteti e gjithçka tjetër. Po në diasporë, ç'u gjeti? Si ka mundësi që 2 ndër 3 shqiptarë në diasporë i besuan Edi Ramës dhe Partisë Socialiste? Dhe po ja them, 2 ndër 3 shqiptarë. Kemi qenë dhe na krijuat dhe mundësinë e madhe që të kuptojmë se si kanë votuar të gjitha komunitetet shqiptare në diasporë për shkak të ndarjes që u kërkua nga ana juaj, dhe ne kemi fituar në diasporën tonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Britaninë e Madhe, në Gjermani, në Itali, në Greqi, e sot tu nga foltorja e kuvendit dua t'u shpreh falënderimin më të madh, sepse nuk e dëgjova asnjë fjalë për diasporën nga kryetari i Partisë Demokratike. Dua t'i them shumë faleminderit motra e vëllezër në diasporë për votën që i dhat Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Ne e kemi lexuar me vëmendje votën tuaj dhe duam që në këtë mandat që sapo kemi filluar, marrëdhënia e shtetit tanë me diasporën të jetë një marrëdhënie më e fortë, një marrëdhënie më e ngushtë, më shumë shërbime të ofruara drejt për drejti tek vëllezërit tanë diasporën, shërbimet konsullore, me synimin që i kemi vënë vetes që brenda vitit 2026 të gjitha shërbimet konsullore t'i ofrohen diasporës online për të mundësuar që shërbimet kudo që ndodhen shqiptarët, dhe ndërkohë kemi marrë angazhimin për të shtuar prezencën tonë me konsullata në disa prej komuniteteve, siç na e kanë kërkuar ata. E dëgjova këtu serin e alibive. Zgjedhjet e 11 majit do të mbahen mend edhe për një element tjetër, që është thelbësor. Janë zgjedhjet më të hetuara ndonjëherë në Shqipëri. Nga 11 maj e deri në fund gushtit, kur u certifikua tërësisht procesi zgjedhor, Partia Demokratike ka depozituar një numër të paimagjinueshëm ankesash. Kërkesa të cilat sipas vendimeve të gjykatave, pra i referohem kolegjit zgjedhor, në asnjë prej rasteve Partia Demokratike, subjekti zgjedhor, nuk paraqiti asnjë provë të vetme për manipulime në proces zgjedhor. Asnjë, as edhe një. Por më e bukura dhe më e rënda ishte fyrja, mosbesimi që i bët vetë numruzve tuaj. Pra,
pas 35 vjetësh të një sistemi që ne kemi vite që ju themi, duhet heqim dorë nga historia që votat numrohen nga numrues partish, ishit ju ata që kundërshtuat numruesit tuaj, kërkuat rinumrim të votave, e përpasoj, besoj që tani më e kemi dakordsinë tuaj që në reformën zgjedhore që na pret ta bëjmë fakt, nuk duhet kenë më punë partit me numrimin e votave. Partit pas zgjedhjeve të 11 majit u është hequr e drejta të emrojnë numrues. Numruesit duhet i zgjedhë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sepse edhe ju ne s'kishim ndonjë problem, edhe ne jemi dakord që numruesit të mos vinë më nga partitë politike. E pra ja dhe një element tjetër. Ju dëgjova këtu, e dëgjova zotrin, e kam dëgjuar shpesh para zgjedhjeve, jemi shkëmbyer në shkallët e një hoteli në Tiranë me kryetarin e partisë tuaj, pasi ne kishim marruar takimin me OSBE Odirin, me misionin, dhe shkonit ju dhe më pas miq tanë përbashkët deputet, eurodeputet që ishin aty, më thanë, ishte një ditë para zgjedhjeve, më thanë, zgjedhjet pas kanë mbaruar, Partia Demokratike nuk i njeh zgjedhjet. Pa u zhvilluar zgjedhjet akoma. Ju i kishte thënë, ne nuk i njohim zgjedhjet. Por ne kjo nuk ka qenë surprizë. Më thoni, cilat zgjedhje keni njohur ju, zotri? Më thua një palë zgjedhje që unë i kam njohur tuaj. Kë ke njohur të 97-ës? Si njoh? Të vitit 2000, kurse si? Të vitit 2001, jo. Po, njohë zgjedhje vitit 2005. Njohë zgjedhje 2005. Dhe gjoti, ti ke, o zoti kryetar, kemi bërë marrëveshje që kam një zhurmues këtu, ju lutem shumë, po jo pra se është, o zoti kryetar, dikush bën zhurmë tu. Po do jo pendim, ju lutem, zoti Balliu, mos ndryni, edhe ju kur të flisni, keni drejtë mos u ndryni të tjerë. Ju lutem. Asnjëherë. Tani, dhe në 2001-shin, nuk i njohen, 2005-ën po i njohe, e me që ka ardhë një, nuk e di sa vjeç kishte në 2005-ën, jo vetëm që i njohe, por kryetari Partisë Socialiste Fatosnano mori përsipër humbjen e zgjedhjeve dhe u largua. Dhe në 2013 ishin qeveri, nuk i njohën zgjedhjet, that Aleanca i qelbësirave, po citoj brenda thojzave, sipas, po për shkak të aleancës që ne kishim, pastaj 2015, 2017, 2019, 2021, bëm ca zgjedhje në 2022-shin që hëngri luli dhe u rikthye zotëria në kryet partisë, edhe me radhë 2023-shin e 2025. Kështu do jetë ishte edhe tani në këto zgjedhjet 5 bashki, 5-0, edhe 2027 apo vjen, por detyra jonë si parlamentar është që të bëjmë detyrën që na takon. Raportin OSBE Odirit ta lexojmë me vëmendje. Kemi edhe disa raporte të tjera që i kemi lexuar, por nuk i kemi transpozuar në ndryshime në kodin zgjedhor. Komisioni Evropian na e rikujtoi edhe në progres raportin e fundit se duhet t'i japim zgjidhje disa prej çështjeve problematikave që lidhen. Unë e përshëndes dhe kam mbështetur gjithmonë përdorimin e teknologjisë në zgjedhje, edhe në zgjedhjet e fundit, në bashkin apo në mini bashkin, ku këto teknologjia u përdor, pam që rezultati doli shpejt. Prandaj ne Partia Socialiste, grupi saj parlamentar, e kemi mirëpritur me shumë gatishmëri këtë diskutim të sotëm, dhe të gjitha mësimet e këtij diskutimi le t'i marrë Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore, të cilët në mënyrë të menjëhershme të merren me këtë çështje, sikurse ri përsëris apelin ton. Ta mbaroj fjalën. Ri përsëris apelin ton që një prej çështjeve
për të cilat duhet merremi në mënyrë të menjëhershme, është çështja e financimit të partive politike, çështja e financimit të fushatave zgjedhore. Ne kemi shprehur gatishmërinë tonë për të punuar mbi bazën e një drafti. Sa vite kanë kaluar kur kemi filluar të punojmë së bashku, që nga viti 2016 e më këndej mbi një draft të ligjit për financimin e partive politike, jemi në 2026 pothuajse dhe ne duhet ta adresojmë dhe atë së bashku.